Mehmet Vala po përgatit tharjen e mishit të mëshqerës dhe lopës në balkon, në ambient të hapur. Është një traditë e hershme e zonës së Gorës, një rit që nuk e ka thyer as dimri as vitet. Mish kam kërkesa edhe. E tregtoj. Mish I thot, a? Mish I thot. Ki do këtë klip. Po, na trego pak, po. Me qenë ftohtë, edhe thot me qenë, pak në mera temperatura në një rasmenës. Qa mish ja ky? Kjo është mish mushqere, kjo është mish lopë. Ta e thon kjo, sa kile thon dita, qysha? Ja, unë I marr me pesh kështu. Sa për shembull? Sa dale komplet lopa mushqere, viçi edhe e thaj. E maj 3-4 ditë në kripe edhe më apo nxjerr jashtë. Mi I tha, a? Sa ditët mi tha? Si mas kohës. Për shembull, fal. Ashtu pak në 10 ditë do thajën, por në këtë ambient. Ai thotë se tani është sezoni I tharjes së mishit, pasi temperaturat në Shtavec kanë rënë ndjeshëm dhe kushtet janë të përshtatshme që mishi të thahet ngadalë, natyral, ashtu siç e kanë bërë të parët e tyre. Jo do temperaturat 9-0, era me qenë, jo e lagët më e thatë me qenë edhe dhe si që është sot koha. Që sa vite merresh me këtë punë me tharjen e mishit? O ka vite tashti. Ha? Që në 92-93. Asë edhe koha e demokratisë dhe e marrë me lokalin, me buzhinën edhe me mishi. Ky është zanat thirë. I njohur nga banorët si Usta Meqe, profesioni I tij është kuzhinier dhe prej vitesh mbetet një nga mjeshtrat e pak të mbetur në Gorë që ruan dhe e përcjell kulinarinë tradicionale. Për të parë 81 ushtar ku kam shkuar me Meteor. Kam inauguruar Meteorin, qendrën e stërvitjes, pa gjithë kohës kam ja marrë me punën e kuzhinës. Sa vite I bjen 81-shin ty gatis? 40 sa vite. 40 vite. 4. E ushtron hala këtë, Po, tashti. Tashti gjatë kohës edhe kam hecë para, kam avancu. Tu bëhet të mësue, tu vjedh pak zanatin e... Kështu bëhet puna, zanat e gjë... E hambël po e rëndë. Cilat ushqime I përgatit tamam mirë që ke qef tamam? Një gjë ushqime tradicionale që Shtavecit janë shumë lloje. Është si për shembull suxhuki, mish I thatë, mish fasulja, është sarma jonë rumbullak, jo sarma e drejtë. Është çorba e Gorës, është. Janë shumë ushqime të ndryshme. Ne kemi qef këtë mishin, ta bëjmë, si I thomi, tepsi oris me mish. Mishin e thatë, a? Po, presim petkaxhi edhe mishit thati njomi. Në duart e tij, tharja e mishit është më shumë se proces. Është një kujtesë e gjatë e jetës malore, një shije që lidh fort me dimrin, borën dhe traditat e zonës. Në fund, ai thotë se sa të ketë fuqi në duar dhe erë dimri në gorë, ky rit nuk do të shuhet, sepse tharja e mishit nuk është vetëm një shije, është një histori që vazhdon të shkruhet në balkonet e fshatit Shishtavec.